na po ja kthejmë shtetit. Edhe 3 kanë met që kanë licencë deri në pranverë, edhe ato në pranverë i kthehen të gjitha shtetit, pra gjitha terminalet bëhen të shtetit. Lehtësimi tjetër është që kemi nisur arkat fiskale. E di kush i ka filluar arkat fiskale, që po flet tash për lehtësira biznesore. Bedri Hamza kur ka qenë ministër. Pra zhvatja me arkat fiskale. Nuk e quat deri në fund këtë proces, nuk e digitalizuat. Po sepse na bllokuan. Na e bëm. Tash e keni bërë dhe me cash, në fakt tashmë bizneset kanë mbetur në mes 2 zjarreve. Në fakt vetëm është rritur kosta. Jo se rrit kosta. Se i patën arkat fiskale, pastaj u detyruan t'i kthejmë, pastaj tash do t'i marrin sërish, është kosta ekstra kjo. Arkat fiskale do të digitalizohen. Mu madje që kam kanë lënë si trashëgimi, e pikërisht kur ka qenë Bedri Hamza ministër, është nënshkruar një kontratë gjoja për digitalizim të sistemeve informative në ATK, 10 milion euro me një kompani armene, edhe me disa partner këtu. Ajo kontratë është pagu diku 1,6 milion euro, asgjë kur nuk është dorëzu, ka skadu kontrata, na është dashur me fillu prej fillimit, edhe e kemi bë me forca vetanake, me mbështetje të ekspertizës nga UNDP-ja. Tash infodukiteti edhe kontrata ju dini një burimore. Lehtësi tjetër, prit veç pak. Kështu që po çajo është kontratë një burimore. Që është bën kohën kur ka Bedri Hamza ministër 10 milion euro. Zoti Murati me siguri që edhe kohën e tyne ka pas, as që po ne e dim se si ka funksionu shteti atë, po edhe në këtë kohë kemi jashtëzakonisht shumë kontrata një burimore. Çka kemi mbështet na? Kemi mbështet me masën 2.1 të gjithë prodhuesit, i kemi subvencionu kredit investuese. 12 milion euro kemi pas mbështetje për mbi 200 kompani, kanë qenë mbi 100 milion euro investim vetëm në kapacitete prodhuese, sepse shpesh po pyetët ka po vjen ky eksport. Çe ku po vjen? Domethënë, janë mbështet mbi 200 kompani me investu 100 milion euro në makineri prodhuese, jo ndërtesa, makineri. Mbi 100 milion euro dhe ne u kemi subvencionu 20% të kredis. Nëse biznesi ka bë 200.000 euro investim, na ja kemi dhënë 40.000 euro si subvencion. Na e kemi subvencionu edhe pagat e punëtorëve. Pra përmes superpunës, secili biznes ka mundësi që deri në 30% të fuqisë punëtore të rregullt që ka, me marr punëtor të subvencionuar për 6 muajt e parë prej shtetit. Pra trajnimin fillestar që mundën me bë, shteti u ka mundësu. Kemi pas mbështetje edhe të sektorit të bujqësisë sikur më parë, që shpesh herë është lënda e parë për ciklin tjetër të përpunimit. Domethënë mbi 300 milion euro janë shpërnda tek bujqit, duke i bë bujqit në Kosovë më të mbështeturit në rajon. Pra ka shumë masa të tjera, qoftë në eficiencë të energjisë, qoftë në panele solare, që ka pas mbështetje, që normalisht kanë ndihmu, po këtu patjetër nuk do të më mohu që e gjitha kjo merita kryesore në 90% të situatës është e ndërmarrësve. Vetëm atyre çka u është dashur, ka qenë një qeveri ferm, e cila nuk i shikon apo nuk i trajton me diskriminim, por i trajton të gjithë të barabartë. Nëse mund të ndjek pak me pyetje, tek bilanci tregtar, si është sot realisht bilanci tregtar? Sa eksportojmë, sa importojmë? Ministër, kush janë 3 importet që i bëjmë ne? Kush janë 3 gjërat që na e shkaktojnë gjithë këtë varësi? A është energjia, madhrat, konsumi? Çka na shkakton këtë varësi nga importi? Çka eksportojmë? Cilat janë 3 top eksportet e Kosovës? Cilat janë top 3 politikat që ju i keni bërë si ministër për të mbështetur, për ta zbutur këtë bilancin tregtar? Nuk jemi në një studio ku flasim për qeveritë e kaluara, sepse qeveritë e kaluara i kemi kritikuar, i kemi mbajtur përgjegjëse, në fakt. Duhet ta mbyll këtë ciklin e qeverisë suaj në 5 vjeç për të folur pastaj për mandatin. Por më trego cilat janë 3 politikat kryesore që Ekurani i ka, më fal që po drejtohem kështu drejt për drejt, që Ekurani i ka marrë për ta ulur për ta përmirësuar bilancin tregtar. Po fillimisht unë i përmena. Pra, duke filluar nga investimet apo mbështetja e bujqve, sepse një pjesë e madhe e bilancit tregtar çalon aty, pra tek produktet bazë, pra bujqit janë mbështetur si kur më parë. Me subvencione apo me grante? Përveç mbështetjes, ka pas edhe shpërndarje të drejtë. Se në kaluarën ka pas edhe buxhet të ndarë, por s'ka shku ku është dashur. Ka pasur më shumë subvencione se sa grante. Nuk ka shku ku është dashur. Tjetra, përveç bujqësisë, kemi mbështetur prodhuesit, tregova, masa 2.1 me ndërtu kapacitetet prodhuese. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, top 3 prodhuesit që i kanë mbështetur më shumë ti qeveria. Kur po të përgjigjem, po më ndërprind. Jo, se ideja është, nuk është tek shpërndarja apo që përgjigja është e saktë? Jo, përkundrazi, po dua ta marr sa më të saktë përgjigjen. Prandaj më lejo ta çoj deri në fund. Domethënë ka pas edhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë e Tregtisë që me qindra prodhues ka mbështet me shku në Panajire, me ekspozu produktet e tyre.
Kam mbështet me